Nëse qërë aty, para se me anis, veç në më ka që të mishën veç haku juve, kun verë se këto në për bajram me kun ble. Veç haku ju, edhe thash masin në ardhë, se jetë se s'kër se kësha vesh. Qysh pregaditëm për Ramazan, na për Ramazan, blena se sene me hongër e tu tesha këtu, ja, këtu i blena për bajram, veç po pregaditëm edhe na pregaditëm për Ramazan blena shurup, lëkuma, që se fasajnë është për Ramazan që i blena. Po, na pregaditëm për Ramazan, fillojna një javë para Ramazanit nuk pina bira, s'pina Smirnofajsa, s'ka koktela, s'rina me femra, qështu edhe hina në Ramazan taman të pastër, Po mirë, iftarin e presëm, fort mirë e presëm, nese ullim që të vëllojnë, së të vëjena na një 17-18 po, nese ta thmija nuk ullën, në iftarin nuk ullën, ta lujnë për jashtë, masanena qëmë edhe në sëfër, sëfër kur qëmë, sëfër bo ma kalablak, se atë qëmë edhe thmija, të edhe thmija qëmë sëfër hojnë, qaj porlit që bolë që ti puë, që thëjë që ma bëjë që ti qaj ka hopë sytaj, a nuk i ka hopë sytaj, i ka sytaj ha vetë, që është të hapë. Ama si të një njerë në së gjuku të speza, që ka atë të qëtë me jerë. E që bo ma kalablak, veç kryesisht, pra mirë ka lërë asi për iftarët edhe për sëfër. Po zakonisht sëfyrin e fillojna, zgjohet mamin, babi ma sandejn, zdejmë thrasin mu, unë me nëziqona, qështu edhe hajna shpesh vonona, po zbesaj që kom bëjna i gabim, që njerë po ha dhe në ora 6, po besoj që është mirë. Qysh e ka lëmë këna, po kënë mirë e ka lëmë këna, unë për veti për flasë qa bëjë mas iftari dole me njerë që kushterini jam, që bilolle që ka qeli kafe që atë lujmë me gurë, me letra, me qokolada, me zifasere, lujna me ta mirë, lujna deri vakt sëfyri shkojnë që atëherë, po mirë shtu me thonë, boci pak kështu të adin, bot pak nervöz, boci për Ramazan, po nesa edhe për Ramazan heq është veti 30, po për Ramazan po bohet veti 70, unë për vetë nuk bona nervöz as hish koqës s'manin mu heq shtu, se që atëherë si të bin vakt sëfyrit, unë deri vakt iftarit mos shion, ashtu që edhe s'po bona nervöz, hish s'po bona. Po, si e kaloj koma, një pjesë të madhe kaloj në bibliotekë, duke lexuar libra, duke takuar shokët e tjera, kështu më kalon koha shumë mirë. Në thatë libra është mundësia dhe zgjedhja më e mirë për kalimin e kohës. Për një përmena ashtu da, po mirë, unë për veti po shumë mirë, falenderit shumë, zdiju, krejtë e thojnë, ja dhe kërët Ramazan të lua në kështu, unë për veti hitë, unë vitrash në Ramazan, zdi që po me bu zdi vitrash në. Qka na sjell shumë të mira, na sjell të gjitha të mirat, na sjell qetësi shpirtërore, ne vim në xhami, Ramazani na sjell edhe pastrimin shpirtëror, leximin e tjera, të gjitha të mira, me një fjalë, dikuj Ramazani ja sjell lodhjen për shembull, unë nuk lodha hiç, nuk lodha shumë pak lodha, dhe kështu, e tjera. A shkoj, po, gjysh nuk shkoj, se unë për veti se unë vjetë unë pa takon të dojt, se na jena kalablak, na vjerali to me shku për iftar, po jena shumë kalablak, nëse si vjetë unë po shajt, ashtë tjetër vjetë kësë metë unë ka me shku e i pari, për me shku për me nejtë, të dojt aty ku të bëhat unë e listi pari. Tëmë, a shkojna për iftar dikuna? Po shkojna çdo 2 të natë, diçka po gjithë po vonona që sonde na mbledh
abej, aba, gjithë që e nishtja krit, edhe pe duvonova. Tomi. Hajt, pas fajmë njëtë së ty të kohët për hajt. E ne, të menua kërë më thlu para Bajrami. Që në presë Bajrami na? Bajrami po e loj fart mirë, unë fart jam I knoqë këtë e Bajrami. Pesa bile gjithë natës flaj për gëzimin që kom uqu nesër heret. Oj, me kemna me ravania, me baklava, me tana që I marojna. Masane vjen edhe vakti drekës, hojnë edhe drekës të tonë jem kalablak. Alla kohë edhe viknoqë, për kështë të më knoqë për Bajram. Masane, nese vjet I pata marrë do kunda ti të kusherinja pata marrë, do tesha sala, aty thash me dal pak në sherë, po nuk lanë me hi aty në kafeq. Masane u këthym lytë me gure, edhe si vjet kom vendos mos me dal heq, me najt ma mirë me luë me gure ta kusherit kafe, se me shku në kafeq. Për Bajrama, për na presim Bajramin, qëto që shpeshini, super orta, kretë këtu jem shëzdia, shumë trend, edhe, shëqirë për Bajram, ka të nërë si lona mi brena.